Mirë se ju gjetëm përsëri. Jemi këtu për të njëjtën arsye. Unë kam ardhur nga Bologna, ndërsa ju? Unë kam ardhur nga Athina për të njëjtën arsye. Është një projekt, le të themi një iniciativë shumë e rëndësishme që po bëhet. Është detyrë dhe jo iniciativë të thoja, sepse diaspora, arti dhe kjo iniciativa e ka për nevojë që të tregojnë jo vetëm vendasit, por dhe vendeve të Europës dhe të gjithë botës që jemi e para, jemi njerëz, kemi tradita, kemi kulturë, sjellim dhe risjellim vlerat dhe nevojat dhe pasojat jo vetëm të emigracionit ose të shtetit që ne përmbajmë, sepse kemi dhe dy identitete. Unë vi nga Greqia, kam identitetin shqiptar, po vërtoj gjaku shqiptar, po jetoj në një vend të Europës, në një vend i cili i përkat shtetit grek. Kështu që jam i detyruar po që të shkëmbej edhe vlerat, edhe si të themi traditat, respektin, siç unë kërkoj të më respektojnë shtetasit e një vendi që unë jetoj dhe që paguaj taksa normalmente, atë kërkoj edhe nga ana tjetër. Edhe kjo është shumë e rëndësishme që Centri Kultural Leo dhe që solli, sidomos dhe Valbona Xhiri është një dhe unë uroj të keni edicione më shumë dhe të përhapet në qytet, se kjo do ishte, domethënë, kjo është puna dhe e artit dhe, si të themi, i këtyre iniciativave që të përhapen në qytet, më urbane. Jo të vi publiku, por ne të shkojmë te publiku dhe ne të, si të themi, të na njohin. Dhe ne të tregojmë ato kulturën dhe është e rëndësishme sepse edhe kjo që dua unë që përjetova këto ditë që kishte edhe shumë italian dhe përveç organizimit që është i mrekullueshëm edhe përmbledhja, sepse këtë bën arti, na mbledh, na ofron një stanca, një dhomë e cila është një dhomë që ne bëjmë për ulemi. Dhe kjo është gjë e bukur. E prek gjatë përgjigjes Kalim ti dhe regjizoren tonë, që është promotoria, është ajo që ka marrë nismën fillimisht të këtij aktiviteti, pra të këtij organizimi, Valbona Xhibri. Ju jeni të dy regjizorë. Si jeni ndjerë në këtë marrëdhënie me njëri tjetrin? Si u gjeu? Ishte rastësisht në periudhën e Covidit, Valbona Xhibri që kemi shumë të njohur sepse ka mbaruar Akademinë e Arteve në Tiranë, domethënë kolegët e saj dhe njerëzit që ajo ka bashkëpunuar, rastësisht kemi një loje. Ishte rastësi sepse erdhi në Afinë, u fut të kërkonte të shikonte një shfaqje, pa mbi emrin e Bezollarit, tha ky është shqiptar dhe erdhi pa ditur greqisht, erdhi në një teatr në Afinë me Covidin dhe pa një vepër, rastësisht të Ornella Borçit, il paese che non muore mai, vendi që nuk vdes kurrë, që është një libër i Ornella Borçit nga që ka jetuar dhe ajo në Itali dhe shumë libër i suksesshëm. Edhe aty filloi një, themi, njëri tjetri midis vetëve por e respektoj shumë sepse edhe puna që na tregoi dje në festival, urneshën, por si person dhe jeni me fat që në Brescia është Valbona, sepse është shumë e kulturuar, e do artin, e do teatrin, sepse teatri ka nevojë dhe këto lloj iniciativa, organizime për njerëz që, le të themi, kanë një vizion. Dhe Valbona e ka këtë. Është shumë, nuk është që është e shkatët, por ka një kulturë, ka një edukim të cilët na nevojitet. Është e nevojshme. Dhe ajo e bën shumë mirë në fund, sepse duken rezultatet. Mirë, faleminderit.